Xhamia e Plumbit në Shkodër, një nga monumentet më të rralla të trashëgimisë sonë kulturore, është rikthyer më e bukur se kurrë më parë, e restauruar me kujdes dhe pasion. Kjo perlë arkitekturore tashmë qëndron hije rënd pranë Kalas së Rozafës, në zemër të zonës historike të Shkodrës. Kryeministri Rama ka ndarë pamje nga restaurimi i xhamisë së Plumbit, ku shkruan se ka dalë nga bataku i përmbytjeve kronike dhe është kthyer në një xhavahir plot shkëlqim. Ai shkruan se kryevepra arkitekturës islame e trashëgimisë sonë kulturore, Xhamia e Plumbit në Shkodër, ka mahnitur historianët për stilin e vet origjinal. Ka dalë nga bataku i përmbytjeve kronike, ku lëngonte në kthetrat e rënimit, për t'u kthyer në një xhavahir plot shkëlqim, të servirur dhe hieshim për sytë e besimtarëve dhe vizitorëve të shumë. Xhamia e Plumbit në Shkodër, e ndërtuar në vitin 1773-1774, është xhamia osmane më e madhe në të gjithë Shqipërinë, monument kulture i kategorisë së parë. Rivitalizimi i kësaj xhamie unikale në Shkodër përfshiu jo vetëm restaurimin e thellë të saj, por edhe transformimin e hapësirës përreth. Pas restaurimit, xhamia e ndërtuar nga i mirënjohuri arkitekt Sinani pritet të kthehet në një tjetër atraksion turistik për qytetin e Shkodrës. Përtej restaurimit të xhamisë, është punuar edhe për restaurimin e pjesës së jashtme.